Çfarë do t'ju thoshit atyre shqiptarëve që tradicionalisht ndjekin Partinë Socialiste si trashëgimi edhe Partisë së Punës së Shqipërisë apo Partisë Komuniste? Ne e dimë si funksionojnë gjërat në Shqipëri, qoftë e majta, qoftë e djathta, shumë njerëz votojnë apo i kanë bindjet e tyre edhe të trashëguara familjarisht, qoftë edhe nga benefitet që mund të kenë marrë nga një pushtet ose nga një tjetër, apo thjesht për çështje ideologjie. Çfarë do t'i thojë asaj klase përpos Gen Z për shembull, që si po shohim ndoshta edhe në Shqipëri nga këto protesta, por edhe në gjithë botën po i kalon këto besnikëri, si themi, familjare, ideologjike, por mbase një shtrese më të pjekur, më të moshuar. Çfarë do t'i thonit për ta marrë me vete atë klasë të shoqërisë? Është e vërtet kjo që sa po thej që gjithnjë më tepër rinia në Shqipëri është totalisht e shkëputur nga, le të themi, ekoja e së shkuarës dhe tradita për të votuar për hir të një lloji përkatësie që rrjedh që nga babai, gjyshi e me radhë, por sa i përket asaj pjese të shoqërisë shqiptare e cila ende voton për hir të një lloj besnikërie, le ta quajmë shumë, të së shkuarës, dhe që njëkohësisht dhe pjesa më e vjetër e vendit, pra pjesa e pensionistëve kryesisht, është pikërisht kjo stres me të cilën Lëvizja Bashkë në 2 vite të shkuara është angazhuar, pra jemi ne të cilët e kemi ngritur në vitin 2025, 2024 dhe 2025 kemi ngritur problematikën e pensioneve. Pra pensionet në Shqipëri janë më të ultat në rajon dhe në Evropë, dhe janë në nivele alarmante sa i përket nevojave që mund të ketë një pensionist për të mbijetuar, çka ka bërë që pikërisht shumë të rinj të largohen jashtë vendit me shpresën se duke gjetur një punë më të mirë dhe disa të ardhura më shumë në emigracion, një pjesë të këtyre të ardhurave pastaj t'u sjellin mbrapsht prindërve të tyre që edhe pse marrin pensionin në Shqipëri e kanë absolutisht të pamundur të mbijetojnë me të. Kështu që qasja jonë edhe ndaj shtresës së pensionistëve, që është një shtresë në fakt konsiderueshme, rreth 700.000 pensionistë sot në Shqipëri, pjesa dërmuese e tyre jetojnë me më pak se, le ta themi, $200 në ditë, që është e pamundur, $200 në muaj, që është absolutisht e pamundur për të mbijetuar në Shqipëri. Kështu që e kemi ngritur problematikën më prekse, që i prek ata drejtës së drejti, që ka të bëjë me pensionet që lidhet me ekonominë, me detyrimin e të rinjve për të larguar nga ekonomia, me informalitetin në ekonomi, me faktin që një pjesë shumë e madhe, afërsisht 40% e punëtorëve në Shqipëri punojnë të zezë dhe rrjedhimisht nuk paguajnë sigurime sociale. Kështu që gjitha këto aspekte të problemeve të thella ekonomisë në fund pasqyrohen te kjo stres e popullsisë, që është një stres vulnerabël, po që ende ka një eko, le të themi, nga e shkuara historike. Duke rikthyer në realitet, u kemi ofruar, le të themi, mundësinë për të dalë nga kjo situatë që ndodhem, pikërisht përmes propozimit të ligjit për minimumin jetik, siç quhet, pra përcaktimin e një minimumi jetese bazë që duhet ta sigurojë shteti shqiptar, që në mënyrë që çdo kush në Shqipëri të mund të jetojë një jetë minimalisht dinjitoze. Kështu që në këtë aspekt besoj se kemi bërë një punë të mirë me këtë pjesë të shoqërisë dhe sigurisht që është një ndër prioritetet tona dhe vazhdojmë të punojmë edhe me ta. Dalmi shkurtimisht tek një pikë që këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku ndodhem, i themi elefanti në dhomë. Pra është gjëja që duhet flasim, që në fakt mbase nuk flasin shumë, por që duhet adresuar dhe duhet sqaruar për ndjekësit. Ju jeni akuzuar vazhdimisht, sidomos nga ana e djathtë e spektrit politik në Shqipëri, si lëvizje marksiste. Ua kanë bërë vazhdimisht këtë gjë, ua kanë bërë këtë pyetje në studio televizive, qoftë ju, qoftë zoti Qori. Së fundmi kemi parë që edhe në parlament, edhe në mjedise tjera publike, ua kanë bërë këtë akuzë edhe e majta, Partia Socialiste, që në fakt, siç e keni thënë edhe ju, përfaqësues të partisë suaj, është pak ironike sepse është një parti që rrjedh është vazhdimësia e saj Partisë Komuniste. Por për shikuesit tanë dhe të gjithë, mund ta thoni një herë mirë me një fjali të vetme, mund t'i përgjigjeni një herë mirë me një fjali të vetme për ta sqaruar edhe veten tuaj, edhe gjithë ndjekësit tuaj. A është Lëvizja Bashkë parti marksiste apo është
thjesht social-demokrate e shembullit suedes, le të themi? Partia Lëvizja Bashk nuk është një parti marksiste, sepse çdo subjekt politik, çdo parti që do ta quante veten marksiste, do duhej që të ripozicionohej në një kontekst social politik të 200 viteve më parë. Tani jemi 200 vjet më pas dhe rrjedhimisht nuk mund të flasim më për një kontekst ose për le themi disa ndryshime sociale siç ka folur Marksi, pra në epokën e vet. Po përtej stërollimeve nuk do të hyj as historisë dhe as aspektit teorik të çështjes, po do të them thjesht një gjë për t'i vënë kapakun këtij muhabeti, siç thatë edhe ju. Mjafton të lexohet programi ynë politik që kemi hartuar për vitin 2025 dhe aty do të shihni se flasim për një le themi ekonomi kapitaliste ku duhet të mbështetur biznesi prodhues në vend, pra ai biznes i cili ka edhe riskun më të madh sepse investon në afatgjatë për të rritur prodhimin vendas, pra prodhimin shqiptar, çka siguron vende të qëndrueshme dhe të sigurta pune, çka siguron produkte shqiptare të cilat mund të konkurrojnë në tregjet rajonale dhe pse jo evropiane, dhe duke rritur eksportet në këtë mënyrë, duke forcuar ekonominë, dhe gjithçka ndodh brenda sferës së botës kapitaliste, që do thoja është qartazi një model social-demokracie, qoftë i vendeve skandinave, qoftë i vendeve si Gjermania, deri diku dhe Franca, edhe pse sigurisht edhe në këto vende ka betejë politike mes të djathtës dhe smajtës sa i përket qasjeve të ndryshme, por ne jemi qartazi të pozicionuar tek do të quaja e majta moderne dhe zgjidhjet që kërkojmë t'i japim për shoqërinë shqiptare janë zgjidhje bashkohore, janë diskutime që sot bëhen në mbar Evropën, edhe në Bashkimin Evropian ku ne duam dhe synojmë dhe aspirojmë pra të integrohemi si vend. Kështu që do thoya që çdo etiketim që na bëhet, qoftë si komunist apo si marksist apo nuk e di se çfarë, është një luftë e ulët politike që në fakt nuk është se ndodh vetëm në Shqipëri, e shohim edhe tjetër kund, e shohim edhe në vende tjera, e shohim edhe në Amerikë shpeshherë, dhe që ka për synim thjesht të delegitimoj kundërshtarin duke e përballtur dhe njëkohësisht duke mënjanuar një diskurs dhe një debat përmbajtësor që ka të bëjë me propozime reale programore dhe për një vizion të qartë se ku synon të shkojë shoqëria në këtë rast shqiptare. Qartazi nuk kemi parti marksiste, kemi parti e social-demokracisë. Për ta përmbyllur, mbase kjo është një temë shkurtimisht që prek edhe komunitetin që i përkas këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në të gjithë botën, a ka një plan Lëvizja Bashk, sidomos me zhvillimet që priten gjatë këtyre protestave dhe të ardhmës së paqartë politikë në Shqipëri për tërheqjen, përthithjen e trurit nga jashtë, për të pasur edhe eksponent të rëndësishëm që t'japin kontributin e tyre që vijnë nga diaspora? Shiko, padyshim në çdo transformim rrënjësor social, siç është ky që aspiron të realizojë protesta e këtyre ditëve, detyrimisht nevojitet mbështetja e intelektualëve të një vendi, qofshin ata që jetojnë në Shqipëri ose që janë detyruar të emigrojnë jashtë shtetit. Kur vjen puna tek emigrantët shqiptar, pjesa dërmuese e tyre do thoja, të paktën në kontaktet që kemi ne dhe edhe në pjesë të antarësisë tonë në diasporë, janë njerëz kryesisht të rinj ose të profesioneve të ndryshme të cilët janë shkolluar në vende të ndryshme të Evropës dhe të botës dhe që kanë fituar jetën e tyre përmes profesionit të tyre, rrjedhimisht kanë edhe eksperiencën e të jetuarit në një prej vendeve, le të themi, më demokratike, siç është pjesa e Evropës perëndimore, dhe që të gjithë eksperiencë do duhej realisht që ta vinin në shërbim të vendit të tyre, për ta thënë me pak fjalë. Pra, është absolutisht e pamundur që të ndërtosh një shoqëri të re me parime të reja, duke u nisur nga baza që është antikorrupsioni për të ndërtuar institucionet, qofshin ato arsimore, shëndetësore, institucione shtetërore,
e me radhë pa ndihmën e intelektualëve të vendit. Nuk bëhet me vullnetin asnjë njeriu, asnjë partie, asnjë grupi njerëzish pa përfshirjen dhe pa përthithjen e njerëzve më të aftë që ka Shqipëria. Dhe ritheksoj jo vetëm në Shqipëri, po sidomos në diasporë, dhe për fat keq, do thoja, të detyruar që ta braktisin vendin e tyre për shkak të eksperiencës së këtyre 35 viteve të fundit.